Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Shpeshherë pabesimtarët ditën e gjykimit do të shpresojnë sikur të ishin prej muslimanëve. Allahu na ruaj. Ky vëllezër është pasoja e shikimi haram. Po derisa shikimi haram shoh. Allahu na përmirësoj gjendjen. Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Unë në shikimin, se një shikim më shigjet për shigjetave të iblisit. E helmuar edhe. Që unë e shkurt një histori. Për shkak të një gruje, thot Ibn Kathiri, në Bidaja o Nihaja, librin El Bidaja o Nihaja. Tregon thot, Mata Abdatu ibn Abdurrahim qabbahu Allah. Ka vdek, thot, Abdatu ibn Abdurrahim, Allahu e poshtron. Thot, ky ishte çështja e këtij, ky ishte, thot, që falte namaz shumë. Namaz natë. Agjeronte shumë. Thonte, Kur'anin e kishte memorizuar krejt për menç. Hafiz i Kur'anit, xhihad në të shumë ekspedita kundër romakëve kishte marrë pjesë. Thot, ishte çështja e këtij një ditë prej ditëve, përderisa muslimanët e rrethonin një kala prej kalave të romakëve. Një vajzë e bukur romakje doli në dritare. Duke rrethu kalavin këto musliman, xhihad të bo. Thot, ky djaloshi i ri, hafiz i Kuranit, e ngriti kokën. Edhe e pa atë bukuroshën romakje atje. Thot, dashuria ndaj saj ja dogji zemrën, thot Ibn Kathiri. Zemrën ja dogji. Si me arrit me martuat atë grua, i shkrujti një letër. Pas shikimit, Messengeri, Instagramit, ja gjeti emri. E ky në atë kos kishte Instagram Messenger, ja gjeti letër një shkrujti. Ja qumë. Ajo i tha, po, pranoj të bojmë bashkëshortë ajo të ama me një kusht. Shka ku një gruje vllazni, kujdes, një shikimi haram. She shikimi ku e qoj. Thot, një kusht, dezertojsh për islamit, kthejesh krishterizëm, e pranoj të bojmë bashkëshortë ajote. Thot, muslimanët pas një kohë e shohin këtë bashkë me këtë krishterën. Kishte dalë prej islami, ishte përgjigj kushtit të asaj, kishte dezertu, e kishte pranu krishterizmin, pasi që ishte monoteist, thonte se Allahu është një, veçëm ai duhet adhurohet. Ishte bërë, thot, krishter, e deklaronte Trinitetin, dhe hante mishderri, dhe pinte alkohol. Muslimanët shumë u mërzitën, thot Ibn Kathiri, për gjendjen e këtij. Pse? Kur'anin përmend, namazli po, xhihad po, agjerim po, edhe i than dikur do musliman. Dhe ja kujton, si është gjendja jote, atë kujtoj gjendja jote me namazin. Shpresë mos e udhëzoj Allahu prapë. Atë kujtoj gjendja jote me agjerimin, po Kur'ani, të cilin e lexosh ditën edhe natën, tha, dëgjoni këtu. Më kam vetëm një ajet prej Kur'anit, inni unsitul Qur'ana kullahu. Krejt Kur'anin e kam harru, vetëm një ajet në surën Hijr. Çka? Cili është aja ajet e pyetën? Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Shpeshherë pabesimtarët ditën e gjykimit do të shpresojnë sikur të ishin prej muslimanëve. Allahu na ruaj. Ky vëllezër është pasoja e shikimi haram. Po derisa shikimi haram shoh. Allahu na përmirësoj gjendjen.